Ne kemi 2 përvoja zgjedhore, kandidat për kryetar bashkie në vitin 2023, zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Ne jemi përgjegjës për atë që ndodh prej momenti që nis votimi deri tek numërimi, sepse aty kemi vëzhguesit tan, njerëz që rrinë një javë pa gjumë ose me pak gjumë dhe numërojnë çdo vot. Në procesin e numërimit, sigurisht ne kemi kontestuar disa kuti, sepse rezultonte për shembull që vëzhguesi ynë kishte llogarit një vot më shumë nga s'dolin proces verbal. E kemi ankimuar atë kuti. Këto konsiderohen teknikalitete? Nuk e dim. Apo janë fenomene? Ne kemi ankuar dhe presim, se kemi pas disa raste. Gjithsesi, rastet që kemi pasur ne nuk e ndryshojnë rezultatin për lëvizjen bashkë. Për lëvizjen bashkë flas. Ama përvoja jonë është që ka pas kuti ku shënimet e vëzhguesit ton dhe proces verbali ka një diskordancë. Ne kemi ankimuar dhe presim tani nga institucionet përgjegjëse që të bëjnë transparencë për këtë gjë. Gjithsesi, rastet që ne kemi ankimuar për lëvizjen bashkë nuk e ndryshojnë rezultatin ton. Nuk bëhemi ne me 2 deputet në kuti. Në kuti për lëvizjen bashkë, unë jam i sigurt që ka vota sa për një deputet. Kjo është e qartë. Po problemi nuk mbaron me kaq. Sepse shumë i rëndësishëm procesi deri ditën e votimit. A deformohet vullneti votuesit? A voton qytetari shqiptar në kushte vërtet të lira, vërtet të barabarta? A është gara politike e ndershme, e barabartë, me mundësit barabarta mes palëve? Dhe unë këtu ditë them që procesi vazhdon të jetë Shqipëri skandalos. Ka qenë skandalos, vazhdon të jetë skandalos. Isha kushtetuese për këtë gjë. Dhe po të rendis disa nga problemet që unë kam përjetuar në biseda me qytetarët nga dorë, në çdo treg, nga fshati më i largët tek Tirana e Re, qytetarët kanë frikë. Kanë frikë të shpalosin hapur preferencën dhe bindet e tyre politike. Një njeri të thotë, unë do votoj për lëvizjen bashkë, por të lutem shumë më fike derën po publikove foton e shtrëngimit duarve mes nesh. Tani unë shoh që ky qytetar dhe këta janë shumë që kanë frikë. Kjo frikë mund të ndikojë dhe në mënyrën si dikush voton, pa diskutim. Tjetra, ka shumë qytetarë që ndjen të kërcënuar në bizneset e tyre ose në vendin e punës që ata kanë. Dëshmojnë, më thonë, më kanë thënë të siguroj kaq vota për partinë në pushtet. Dhe unë kam frikë që po nuk i sigurova ato vota, vendi im i punës apo biznesi im i vogël do jeti kërcënuar. Dhe kjo është një klim që ne e gjejmë kudo nëpër Shqipëri. Nuk i fshihemi dot kësaj gjëje. Tjetra, blerja e votës, a është fenomen në Shqipëri? Edhe Spaku ka kapur ca. Po kemi disa procese të hapura. 40 raste. Ama unë mendoj që shumë më i gjerë se kaq.